Deputeti i Partisë Demokratike Belind Kolliçi ka hedhur hije të forta dyshimin mbi procesin e licencimit të Bankës së Parë Digjitale në vend JetBank. Gjatë seancës plenare, Kolliçi deklaroi se Banka e Shqipërisë po refuzon të bëjë transparencë dosjen e plot dhe kriteret e përdorura për dhënien e licencës. Po sipas deputetit demokrat, pavarësisht 4 kërkesave zyrtare për informacion, institucioni mbikëqyrës ka kthyer përgjigje të cunguara duke u fshehur pas sekretit profesional. Ai po ashtu ngriti shqetësimin mbi burimin e kapitalit dhe profilin e aksionerit kontrollues Idan Avishaj, duke u shprehur se procedura është zhvilluar në kohë rekord. Që për janarit të këtij viti e keni parë se në mënyrë permanente ju kam bërë me dije se kam kërkuar informacion nga Banka e Shqipërisë për procedurën e licencimit të Bankës së Parë Digjitale në vend. Është bërë e udhës tashmë që prej vitesh sa herë një deputet i opozitës kërkon informacion për zullumet dhe aferat e kësaj qeverie, apo kur flitet për transparencë në këtë sallë, menjëherë përballemi me balk, me një lukuni mediash të sponsorizuara dhe me zero përgjigje zyrtare nga institucionet. Licencimi i një banke nuk është dhe nuk mund të jetë një debat pozit-opozit, por duhet të jetë një proces teje transparent, pasi në tel ka të bëjë me qëndrueshmërinë e sistemit bankar dhe sidomos me kursimet e qytetarëve tanë. Të nderuar qytetarë shqiptar, në mënyrë të përmbledhur dua t'ju informoj se kam dërguar deri tani 4 kërkesa zyrtare pranë Bankës Qendrore. Në këto shkresa kam kërkuar informacion për çështjet si më poshtë. 1. Aksionerët dhe eksperiencën e themeluesve të kësaj banke, CV-n e tyre, që mund të jetë edhe fare thjesht publike. 2. Burimin e kapitalit dhe origjinën e tij. 3. Nëse shtetasi Idan Avishaj ka qenë i punësuar në kompani që ofrojnë shërbime Forex apo jo. 4. Të dhënat financiare për 3 vitet e fundit të aksionerit Constador Ltd. 5. Të dhënat financiare të 7 viteve të fundit të shtetasit Idan Avishaj. 6. A ka padur komunikim mes AMF-s për shoqërinë Ford Trade, e cila ka ushtruar aktivitet të palicencuar në Republikën e Shqipërisë. 7. Dokumentacionin e plot të depozituar për dhënien e miratimit para prak nga Banka e Shqipërisë. 8. Datën e aplikimit dhe cili prej aksionerëve e ka bërë aplikimin e parë. 9. Të dhëna për shtetasin Oliver Hemer. 10. Marrëdhënien e Jet Holding BV dhe Jet Tech të regjistruar në Durana Tech Park. 11. Sqarim për procesin e integrimit në Bashkimin Evropian dhe vlerësimin në Manivel. A do të ndikojë ky vlerësim në licencimin dhe në procesin e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian? 12. Faturimin e kompanive të shtetasit Idan Avishaj dhe a ka kapacitete financiare ky shtetas për të financuar Bankën e Parë Digjitale në rajon, jo vetëm në Shqipëri, për 2 vitet e para. Kolliçi solli në vëmendje aplikimin e shpejt për licencë vetëm 26 ditë pas miratimit paraprak, ndërsa vuri në pikpyetje përvojën e aksionerëve në menaxhimin e një institucioni financiar, duke lidhur profilin e tyre me aktivitetet të spekulimit financiar. Dhe pyetja që lind fare thjesht është se ku e dinin këta shtetas tuaj me zero eksperiencë se do të merrnin miratimin paraprak që kishin bërë gati një dosje të tërë për vetëm 26 ditë. Njerëz janë me zero eksperiencë, nuk kanë asnjë lidhje në shtetin tonë dhe janë totalisht anonim, mjafton po të futeni dhe në Google. Të vetmet info që gjeni janë përfshira në skema mashtrimi dhe lidhje me njerëz janë dënuar me burg për vjedhjen e taksapaguesve europian. Nderuar qytetarë, Banka Qendrore në abuzim me dispozitat ligjore në fuqi refuzon t'i bërë në dispozicion dokumentacion e plot një ligjvënësit Republikës Shqipërisë. Ndërkohë që në vend është licencuar një bankë digjitale, e them, jo vetëm e para në Shqipëri, por e para në rajon, vetëm duke analizuar të dhënat e një individi të vetëm. Sot pronari i Bankës së Parë Digjitale në Shqipëri, pasportele fizike dhe me ofruesin e shërbimeve të regjistruar në Durana Tech Park, është një individ që parati bën si spekulant. Të paktën, këto informacione jepen në disa platforma dhe prandaj kam kërkuar Bankës së Shqipërisë të bëjë transparencën e duhur. Kolliçi bëri të ditur se opozita do të ndërmarrë hapa të mëtejshëm duke përfshirë kërkesa për informacion pranë Agjencisë së Inteligjencës Financiare dhe AMP-s, ndërsa paralajmëroi kërkesa për interpelanca urgjente me drejtuesit e institucioneve për të zbardhur atë që e quajti një aferë me sigurinë e kursimeve të qytetarëve.